Qëllimi i këtij takimi është shkëmbimi i përvojave dhe ofrimi i mundësive mes përfaqësuesve dhe bashkëdhetarëve kosovar që jetojnë në Zvicër në njërin anë dhe në tjetrën përfaqësuesve dhe investitorëve zvicran. Ky organizim paraqet një nga format më të mira të bashkëpunimit për promovimin e Kosovës përmes të rinjve, arsimit, kulturës, turizmit dhe sportit, po ashtu pjesëmarrja e shumë agjencive dhe sipërmarrësve kosovar në fushën e IT-s dhe shërbimeve tregon për potencialet e mëdha që ka Kosova për klientët zvicran. Kryetaria e Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, gjatë këtij takimi kishte mundësinë të prezantojë prioritetet e Komunës së Gjakovës që janë në fushën e tekstilit, agrokulturës, përpunimit të ushqimit dhe riciklimit. Po ashtu edhe disa prej potencialeve kyçe që Gjakova i ofron për investitorët e huaj si fuqia re punëtore, zona lire ekonomike, ekozona dhe turizmi. Kusari Lila mori pjesë edhe në organizimin gala të mbrëmjes ku diskutoi me bashkëdhetarët tanë për format e bashkëpunimit në mes Gjakovës dhe Bazellit për të forcuar edhe me tutje lidhjet e formuara tash e disa vite në mes këtyre dy vendeve.